propozimet ashtu si që bëjnë subjektet politike, përfshirë dhe ato që vinë nga komunitetet, ta krijojmë kryesinë e kuvendit dhe për të sqaruar zoti Muja, vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 nuk i obligon partitë e tjera për ta votuar kandidatin e partisë së parë që ka të drejtën ta propozojë për kryetar të kuvendit. Vendimi i gjykatës kushtetuese thotë që shprehjesisht që secili deputet, secili kërkohen normalisht shumica e gjithë deputetëve për të kaluar propozimet, po ato zakonisht shkojnë në paketë, mbase gjykimit të gjykimit të gjykatës kushtetuese. Kështu që në këtë fazë, s'po është e qartë logjika. Në rast se ne ata nuk i japin votat për konstruimin e kuvendit, kryesisë së kuvendit, sigurisht që nuk do të kenë as ata në kryetare, kupton? Ne në këtë fazë duhet ta tejkalojmë të konstruohet kuvendi dhe pas shkojmë te numrat për qeveri. Aty pastaj secili subjekt. Në kësaj radhe presim reflektim nga opozita e drejtdjeshme për ta votuar kryetarin e kuvendit, nga që se keni numra. Thirrje të gjithë deputetëve që bazë gjykimit të gjykatës kushtetuese edhe në bazë ligjit për përgjegjësitë, drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit, që të votojnë, të ndihmojnë subjekteve në konstruimin e kuvendit dhe pastaj të kalojmë tek faza tjetër që është përpjekja për të krijuar institucionet tjera qeverisë. Në këtë rast është formimi i qeverisë së Kosovës, e cila është një temë tjetër ose e ndarë kushtimisht nga procesi i konstruimit të kuvendit, sepse është fazë tjetër. Pra zgjidhja që shpresoni nga kjo situatë është nga një zbrapsje, tërheqje e opozitës së drejtdjeshme. Edhe një herë lutem. Zgjidhja që shpresoni nga kjo situatë për të tejkaluar me konstituimin e kuvendit është zbrapsja e partive të drejtdjeshme opozitare. Unë besoj se edhe këtu po bëjmë gabim, sikur thuhet të që po zbrapse dikush. Unë nuk besoj që duhet ta tipizojmë ose karakterizojmë ose kornizojmë në atë mënyrë. Këto janë role edhe deputetëve që ja u ka dhënë kushtetuta subjekteve mbase rezultatit zgjedhor. Nuk ka nevojë këtu për zbrapje e as logjik tjetër përpos asaj që e ka përcaktuar kushtetuta. Edhe ne këtu debatin e kemi pas vazhdimisht në kuvend, qoftë kur bëhen kërkesa për krimin e komisioneve hetimore, që ja opozita si ka mirë, po disa të drejta kushtetuta i ka parapall këtë mënyrë. Edhe ku nuk i ki numrat opozita detyrimisht i ka të drejtë propozimit të komisioneve hetimore. Dhe këtë debat kemi pas edhe brenda subjektit që ato e ka ofruar kushtetuta dhe thjesht duhesh me miratu, sepse është e drejtë që e ka parapall kushtetuta. Për dallim nga kushtetuta tjera, kushtetuta jonë thotë që kryeparlamentari janë mandate funksionale në mënyrë që të iniciohet procesi i ligjbërjes. Pra që të funksionon procesi legislativ, është kryeparlamentarin ajo e drejtë ekskluzive i japet për subjektit që ka fitu më shumë të vota. Dhe e keni këtë të drejtë, zoti Muja, e keni këtë të drejtë. E keni këtë të drejtë. Besoni, kjo është rruga e vetme që ka parapall kushtetuta dhe ligjvënësi e ka sqaruar gjykata kushtetuese, edhe unë besoj që një orë më parë ne duhet të reflektojmë të premten dhe të ecim këtë mënyrë. Pastaj hapet rruga për mandatarin e qeverisë, bazë gjykimit të gjykatës kushtetuese dhe kushtetutës tonë, ajo i takon fituesit relativ të zgjedhjeve, që në këtë rast i takon kryeministit Kurti, që të provojë të mbledh numrat për të krijuar shumicën. Kjo është rrjedha e logjikës kushtetuese dhe parlamentare që ka Kosovë. Rrjedha është tetë e kuptueshme, por keni ngecur, zoti Muja.